Anita Aziri nuk është vetëm një muziciente, ajo është një udhërrëfyese e rrallë në botën e tingujve. Me një shpirt të lidhur thellësisht me artin dhe një mendje të mprehtë si muzikologe, ajo e ka thyer pasionin në mision. Performancat e saj janë dëshmi e ndjeshmërisë artistike, ndërsa punimet dhe angazhimet e saj profesionale frymëzojnë një gjeneratë të tërë të re. Puna e saj në fushën e muzikologjisë, organizimi i aktiviteteve kulturore si Jazz Fest Tetova dhe përkushtimi për zhvillimin e skenës muzikore shqiptare e bëjnë Anitën jo vetëm emër të njohur, por figurë dhe model. Ajo është shembull se si arti mund të jetë një formë rezistence, ndërtimi dhe dashurie. Brezi i ri ka në të një figurë që jo vetëm dëgjohet, por edhe kuptohet, një artiste që mbjell frymëzim, kulturë dhe krenari. Kënga e parë e saj ishte më vitin 2002, Shiu i dendur, muzika nga Teuta Halimi Selmani, orkestrimi nga Virusi, ndërsa teksti nga Laurie Ibrahimi, ku mori pjesë për të parën herë në festivalin Polifest. Mori pjesë në disa festivale në Politest, Top Fest, 2003 Nota Fest, viti 2003 ku mori çmimin si debituesja më e mirë e festivalit me këngën Rruga e padefinuar në muzikën e Teuta Halimit dhe me tekst të zonjës Hatixhe Shabani. Alba Fest, në këtë festival mori çmimin e tretë, paraqitje skenike më e mirë si dhe orkestrimi më i mirë. Në vitin 2008 përsëri merr pjesë në Top Fest. Këngës të cilës ju krijua edhe një videoklip është kënga Nostalgjia me tekst dhe muzikë të Amni Çailit, me orkestrim të Gabrës për vitin 2014 dhe jepet për herë të parë po në këtë vit. Gjithashtu videoklipet paraqiten në netet e klipit, ku merr çmimin klipi më i mirë debutues. Ajo ka edhe këngë tjera, Melankolia, Krenaria, ku së shpejti priten edhe videoklipet. Në vitin 2024 mori çmim si solistja më e mirë e festivalit Këngë Jeho, që mbahet në Struk. Performojmë në shumë shtete të Europës. Në vitin 2025, ajo mbajti koncertin e vet solistik me grupin Artemis në Tetov, ku një pjesë e kishte me këngët e saj, ndërsa pjesa e dytë me këngë të papërpunuara me disa elemente të jazzit. Përshëndetje Anita. Përshëndetje Valdeta. Mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën. Kështu ne nuk do të humbim kohë, por do të fillojmë me pyetësorin me njëherë. Mundet? Patjetër. Je përgatitur? Po. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Si çdo mëngjes, rutina është zgjohemi, bëhemi gati për punë dhe ja mbathim punës. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Gjëja më e çuditshme që kam dëgjuar për veten dhe vërtet më çuditi, Anita është shfrytëzuese. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Fëmijët e mi. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Do të mundohesha sa më shumë t'ju kushtohem fëmijëve dhe familjes prindve, të gjej qetësi, një pushim. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Gjëja më e çmuar që kam mësuar nga jeta që nuk duhet shumë besuar njerëzve. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Nuk di ta menaxhoj stresin. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Ka raste kur jam introvert, por më tepër jam ekstrovert. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Ka shumë. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, në raste. A ke frikë nga diçka? Nga lartësia. Çfarë mund të bësh për të qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Besnik e vetes është shumë rëndë. Po njerëzve të tjerë, me çdo mund dhe sakrificë, domethënë, nuk dua t'i shkënjej. Sa ka rëndësi privatësia yte në jetën tënde? Si çdo njeri, privatësia është e vlefshme për çdo njeri. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Nuk di ta ndaj, se ka shumë. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Te vetja kthehem përsëri se besoj shumë në njerëzit, pasi mendoj se të gjithë janë si unë. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Padrejtësia, gënjeshtra. Me kë komunikon më së shumti? Komunikoj me njerëzit të cilët i kam çdo herë pranë vetes krah.
Cilën fjalë e përdorni më së shpeshti? Do me thënë, Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? në raste, dë njerë shumë, dë njerë pak, duke thënë nuk jam aq shumë e fiksume. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta me suksese, çdo sukses më shtyn që edhe më tepër të punoj. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Ka shumë momente, normal se dihet se momentet me familjen janë të paharrueshme. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre kjo që jetani? Asgjë, jam e njëjta dhe vazhdoj të jem e njëjta. Kush të frymëzon më shumë? Fëmijët e mi, prindët, Çfarë do bëje nëse nuk do ishe personi që je tani? nuk e besoj se do mundja të bëj diçka tjetër. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Të stresuar, të lumtur dhe se di, se ne gjej dhe një fjalë të përshtatshme, të ngarkuar ose. Cili është romani juaj më i preferuar? Kaloje këtë pyetje të lutem. Shumë kohë jam përballur me ndonjë roman. Qesh apo nevrikosësh më shumë? Po, shumica më thonë se shumë qeshi, po dikush më thotë se jam shumë nevrike. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Më fal do t'i kisha thënë ndonjëri që vërtet e kam lënduar. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Fëmijëve të mi, Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? premtimet çdo herë i realizoj. A do të ishe e gatshme të jetoje larg nga media për një periudhë? Po, Teatr, film, opera apo balet? teatr, film, opera dhe balet. Të gjitha këto lidhen me jetën time artistike, të cilët i preferoj dhe i adhuroj. Sa je e mirë në kuzhinë prej 1 deri në 10? 10, Cili është ushqimi yt i preferuar? lasagna. Me sa alarme zgjoheni? Nuk e kam vështirë të zgjohem, po kur jam shumë e lodhur ndonjëherë me 2. Situata yte më e sikletshme? Më e sikletshme, momenti ku duhet të mendoj që duhet të dal para publikut, mirë po kur dal, jam krejt tjetër. Hera e fundit që keni bërë bëmirësi? Çdo ditë bëj bëmirësi. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Asnjëherë s'më mjafton dhe harxoj për gjana shumë të kota. Ku e shihni veten pas 10 viteve? Po, nuk e di, ndoshta ende si artiste, ende të jem më e suksesshme, duke punuar dhe duke arritur aty ku dua të jem. Për çfarë do të protestonit? Çdo herë për padrejtësi. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi është një gjë shumë e çmuar për mua, me të cilën unë çdo herë kam sakrifikuar që të arrij në atë sukses dhe është shumë e çmueshme. Mirë Anita, të faleminderit shumë. Ne këtu po e përmbyllim edhe pyetësorin. Të urojmë shumë suksese, shëndet e pat në jetë. Faleminderit Valdeta, gjithashtu dhe juve suksese në punë.